Sudani po coptohet mes dy generalëve. Që nga prilli i vitit 2023, Sudani ndodhet në një luftë të përgjakshme për pushtet midis Abdel Fattah al-Burhan, kreu i ushtrisë shtetërore SAF, dhe Mohamed Hamdan Dagalo, komandant i forcave paraushtarake RSF. Ajo që nisi si një konflikt për kontrollin e ushtrisë dhe pushtetin politik është ndëruar në një luftë civile shkatruese. Këto dy forca ishin aleat në rrëzimin e diktatorit Omar al-Bashir në vitin 2019, por më pas u përplasën për kontrollin e pushtetit dhe të ushtrisë. Kur populli rrëzoi diktatorin Omar al-Bashir, Mohamed Hamdan luajti rol kyç duke përmbysur Bashirin së bashku me generalin Abdel Fattah al-Burhan. Marrëdhënia midis Mohamed Hamdan dhe Burhanit u përkeqësua. Në prill të vitit 2023 shpërtheu një luftë e hapur midis RSF-s të udhëhequr nga Dagalo dhe ushtrisë sudaneze të udhëhequr nga Burhani. Luftimet kanë shkaktuar qindra mijëra viktima dhe miliona refugjat, duke futur Sudanin në krizën më të madhe humanitare në Afrikë. Hamdan ka krijuar lidhje të forta me Emiratet e Bashkuara Arabe, Rusinë dhe disa vende të tjera afrikane. Ai kontrollon burime të mëdha ari në Darfur dhe pjesë të Sudanit qendror, që e bëjnë atë ekonomikisht të fuqishëm. Ai akuzohet për krime lufte, dhunë seksuale dhe vrasje masive si gjatë konfliktit të Darfurit, ashtu edhe gjatë luftës me ushtrinë sudaneze. Megjithatë, ai përpiqet të paraqitet si mbrojtës i demokracisë, duke thënë se RSF-ja po lufton për t'i dhënë fund diktaturës ushtarake të Burhanit. Sipas statistikave nga OKB, janë mbi 3000 deri në 4000 civil të vrarë vetëm në 48 orët e fundit dhe rreth 11 milion persona të zhvendosur brenda dhe jashtë vendit. Qytete si Khartoum dhe El Fasher janë shkatruar dhe janë në rrethim. Të dyja palët akuzohen për krime lufte dhe shkelje të drejtave të njereut. Dy kampet po luftojnë për territor, veçanërisht për kryeqytetin Khartoum dhe rajonet e pasura me arë në Darfur. Mijëra njerëz janë vrarë, mbi 11 milion janë zhvendosur dhe uria e sëmundjet po përhapen me shpejtësi. Organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo është kriza humanitare më e madhe në botë sot, por ndihma është e kufizuar. Populli sudanez mbetet me zjarrit të dy generalëve që luftojnë për pushtet, ndërsa vendi po shkatërrohet. Po ashtu ka raportime të shumta se aktualisht po ndodhin masakra dhe abuzime me civilët në El Fasher.